A do të ketë protestë të radhës? Po, me patjetër do të ketë protestë të radhës. Ne po përpiqemi të caktojmë një datë të marrim lejet e nevojshme dhe të kemi një strategji akoma më thumbuese kësaj radhe me protestën e radhës dhe të përpiqemi të bindim sa më shumë miqtë tanë emigrantë që të shkojnë drejt Shqipërisë dhe t'i bashkohen protestës atje. Po në të njëjtën kohë paralelisht me grupet e diasporës së protestave në të cilat unë jam pjesë, ne po planifikojmë evente ose më saktë po planifikojmë protesta radhe, të cilat do kenë si vend mbledhje Shqipërinë, por gjithashtu po bëjmë planifikime si mund të çojmë zërin e protestës edhe më lart, duke përdorur jo vetëm popullsinë e shteteve tona përkatëse, ku po jetojmë tani për momentin, por duke përdorur edhe lehtësime për emigrantët që shkojnë në Shqipëri, duke marrë kështu parasysh marrje ofertash nga kompani fluturimi, marrje ofertash nga kompani hotelerie, makinash me qira edhe gjëra të tjera kështu me radhë, të cilat mund t'i krijojnë emigrantëve që kanë dëshirë të shkojnë në Shqipëri, por nuk e kanë mundësinë aq të lartë të kenë një lehtësim në çmimet që do të paguanin për të shkuar atje. Shpresojmë që do të shkojë shumë mirë, kjo si nisëm e marrë nga ne. Në të njëjtën kohë ne po bëjmë deklarata dhe deklarata nëpër mediat internacionale dhe në institucionet e Parlamentit Evropian, kështu që duket shumë pozitive, me thënë të drejtën i lirë. Dua që të gjithë njerëzit ta shohin me shpresë dhe me entuziazëm këtë ndryshim të madh që do i ndodhë Shqipërisë për fat të mirë, do Zoti i madh. Dhe Zoti qoftë me ne. Lum goja, të falenderoj për kohën dhe mbarësi.